Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet për kasën vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar të na ruaj nga të këqijat të vetëve tona dhe të këqijat të punëve tona. Atë që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush ta humbë, dhe atë që Allahu humb nga rruga e drejtë nuk ka kush ta udhëzojë në atë rrugë përveç tij. Dëshmoj të deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet të drejtë është Allahu i madhëruar, i vetëm dhe pashokë se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe dërguari i tij. Të dashur haxhi, i përkujtoj se me të vërtetë haxhi shumë frishohet shpërblimi i tij në bazë të sakrificës dhe lodhjes që haxhiu kalon gjatë haxhit. Dhe në bazë të shpenzimeve që ai shpenzon në këtë rrugë, në këtë udhtim, në këtë rrugtim që e ka marrë vetëm për hir të Allahut mëdhëruar për të kryer këtë detyrë të madhe që është nga shtyllat e Islamit, që është shtylla e pestë e Islamit, në të cilën ai plotson 5 shtyllat e Islamit. Të dashur haxhi, haxhiu, muslimani në përgjithësi, nuk e kërkon vështirësinë dhe lodhjen. Por se përkundrazi, në çdo rast kur ai haset me vështirësinë, ai gjen formën dhe mënyrën se si ta lehtësoj vetes tij këtë veprim, këtë adhurim, këtë punë të mirë që ai vepron. Duke u bazuar normalisht në argumente të sakta, të cilat i lejojnë atij t'ia lehtësoj vetes së tij këtë adhurim. Dhe jo duke ndjekur lehtësimet, në thonjza, të cilat mund t'i gjejnë personat, njerëzit në fjalë të ndryshme të disa dietarëve të cilët kanë gabuar në mendimin e tyre, në gjykimin e tyre. Profeti alayhis salam i thot Aishës radhiyallahu anha, Allahu që kënaqë me të, i thot me të vërtetë, dhe kjo ka lidhje me haxhin dhe umrën. I thot kur ajo ishte për haxh dhe mbasi haxhit kthehen, ai dëshironte të bënte dhe një umre, thjesht dhe ajo me haxh dhe me umre, si gjithë tjerët. Se nuk u dha mundësia që të bënte dhe umren dhe haxhin bashkë në një udhtim. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, i thot, me të vërtetë, shpërblimi yt është në bazë të sakrificës lodhjes tënde dhe në bazë të asaj që ti ke shpenzuar. Prandaj është quajtur dhe haxhi xhihadi i grave, sepse në haxh në të vërtetë ka vështirësi, ka lodhje, të cilat haxhiu duhet të llogarisi shpërblimin e tyre vetëm për Allahun e madhëruar. Dhe gjithashtu, edhe i cili është i thyrë në moshë, edhe i cili është i sëmurë, vështirësia e tij është më e madhe, lodhja e tij është më e madhe, sakrifica e tij është më e madhe se një i ri ose i shëndosh në shëndetin e tij. Dhe sa më e madhe të lodhja, e cila vjen spontane ose vjen natyrshëm gjatë adhurimit. Për shembull, qëllon se rrugët u mbyllën dhe detyrimisht të shkosh për në Kabe dhe merr një rrugë më të gjatë. Ka trafik, do qëndrosh shumë në trafik. Është diell, është vap. Dhe të gjithë këto faktorë ndikojnë në haxhin ose në umren e haxhiut, të cilat e vështirësojnë ndoshta më tepër haxhin e tij, por se ai do të kujtoj se sa më shumë lodhje dhe sa më shumë sakrifica, të cilat vijnë natyrshëm gjatë një adhurimi, shpërblimi i personit është më i madh. Prandaj, besimtari duhet të kujtoj se çdo sakrificë që ai e bën, çdo lodhje që ai e has gjatë një adhurimi, Allahu i madhëruar nuk e harron lodhin e tij. Nuk e lë pa shpërblyer lodhin dhe sakrificën që ai i bëri për të Allahut madhëruar. Dhe kështu kam një këshill për haxhit. Haxhi në këtë vit, siç e dinë të gjithë, është gati, mund të themi në fillim të verës. Dhe temperaturat në Arabinë Saudite, urtësia e Allahut, caktimi i tij, janë shumë të larta dhe vapa e madhe ka ardhur më herët se herët e tjera. Unë jam nga banorët e Medinës dhe e vërej këtë gjë. Temperaturat janë shumë të larta. Keni kujdes me diellin, keni kujdes se kur dilni jashtë. Gjatë ihramit përdorni çadrat. Gjatë ihramit, kur jeni në ihram, përdorni çadrat patjetër, nëse dilni gjatë ditës.
Evitoni daljen nëse është e mundur nga ora 10 deri në orën 5 mbasdite para akshamit ose mbas ikindis. Sa më shumë lëngje, evitoni diellin, rini në hije, evitoni ecjen pa çadra në diell, sidomos ata të cilët janë të thyrë në moshë dhe janë të sëmurë. E lutë Allah në madhuar t'i ruaj gjithë, t'ia pranoj haxhin e tyre dhe t'japi sukses në haxhin e tyre. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.